Në këtë video do t'ju tregoj pse ndizet çeku i motorit dhe çfarë duhet bëni kur ndizet çeku. Por çfarë është në të vërtetë çeku i motorit? Çeku i motorit është një sinjal kompjuterik që vjen nga centralina makinës kur motori ka një problem teknik të vogël ose të madh. Në çdo rast nuk duhet neglizhuar. Por cilat janë 5 arsyet që çeku i motorit ndizet në makinën tuaj? Arsyeja e parë është sensori i oksigjenit. Shpesh herë furnizoni makinën me karburant dhe e mbani atë të ndezur. Është gabim sepse mund t'ju ndez çekun e motorit. Arsyeja e tretë pse çeku i motorit ndizet në makinë është probleme me sistemin e ndezjes. Zakonisht kjo ndodh kur keni probleme me bobinat, kablot e korrentit apo dhe me kandelet, të cilat mund t'i japin edhe dridhje motorit dhe bëjnë që të ndizet çeku. Problemi i katërt është kur keni probleme me katalizatorin. Katalizatori kur dëmtohet ose kur është i tej mbushur, bën që motori të humbasë fuqinë dhe makina të ndosë. Pra, ai pastron gazrat përpara se dalin nga marmita e makinës. Dhe nëse nuk funksionon mirë, ndizet çeku i motorit. Arsyeja e pestë pse ndizet çeku i motorit në makinë mund t'jetë edhe sensori i masës ose sensori i ajrit. Nëse sensori nuk funksionon mirë, nuk fut ajër aq sa duhet në motor, pra fut më pak ose më shumë, atëherë bën vaki që t'ju ndizet edhe çeku i motorit në kroskot. Por një tjetër arsye mund t'jetë edhe diçka që unë e kam patur nga eksperienca ime në këtë makinë, në Nissan Murano të vitit 2011, motor nafte 2.5 DCI dhe ajo që zbulova unë, pse më ndizej çeku i motorit, ishte pikërisht kjo, sensori i fazës. Ky sensor përveç se më ndizte çekun e motorit në makinë, por më bënte edhe fikje të makinës në udhtim ose në ecje. Para pak kohësh, një shoku im më kërkoi që t'i jepja një mendim për një makinë që kishte ndërmend të blinte. Ishte një Mercedes-Benz ML viti 2011 në mos gaboj, kishte vetëm 80.000 kilometra, por kishte vetëm çekun e motorit të ndezur. Atëherë thash duhet parë sepse diçka nuk shkon me këtë makinë që e ka çekun e ndezur. Më tha, nuk është problem sepse të gjitha makinat që vinë në Shqipëri u ndizet çeku i motorit për shkak se është karburanti i keq. Tani është momenti që t'ju tregoj 5 makina të modeleve të ndryshme që kanë disa vite në Shqipëri dhe nuk e kanë çekun e ndezur. Kjo është një Renault Clio e vitit 2016, motor 1.5 nafte DCI dhe ka rreth 3 vite që është në Shqipëri. E provojmë ta ndezim dhe të shohim nëse çeku i motorit ndizet apo jo. Ja pra që nuk ndizet çeku i motorit. Tani do të provojmë një tjetër makinë. Ky është një Ford Focus i vitit 2012, siç e pat, çeku nuk është në kroskot.
Një tjetër makinë që ka rreth 1 vit që ka ardhur në Shqipëri dhe unë kam bërë rreth 10.000 kilometra me atë makinë, është një BMW X3 e vitit 2006, praktikisht një makinë rreth 20 vjeçare dhe do ta shohim nëse e ka çekun e ndezur apo jo. Edhe kjo BMW nuk e pas ka çekun e ndezur. Ndërsa tani është momenti më interesant i kësaj videoje. I keni dëgjuar njerëzit teksa thonë që të gjitha makinat benzin gaz e mbajnë çekun e motorit të ndezur, ose të gjitha makinat e benzinës e mbajnë çekun e ndezur. Kjo është një Nissan Micra e vitit 2003, shumë e vjetër praktikisht, benzin gaz, impiantin e gazit ja kam vendosur unë, dhe çekun e motorit do ta shohim tani nëse e mban apo jo. Çeku i motorit ndizet nëse makina ka diçka që nuk shkon, nëse motori nuk punon mirë dhe nëse makina ka një problem të cilin duhet ta zgjidhni. Zgjidhja nuk është që ta fikni me kompjuter, por ta riparoni. Me kompjuter mund të shikoni vetëm problemin që mund të ketë makina, jo ta fikni përkohësisht që t'ju ndizet pas disa kilometrash. Tek filmi Lulkuqe mbi muret është një shprehje që thuhet ja pra që krisma nuk pas ka patur. Por çfarë duhet keni parasysh kur ndizet çeku i motorit? Cilat janë hapat që duhet të ndiqni? Nuk duhet të panikoseni. Mos prisni deri në momentin që makina të humbas fuqinë apo të fillojë dhe të dridhet motori i saj, por shkoni tek mekaniku. Nëse çeku ndizet dhe pulson gjatë gjithë kohës në kroskodin e makinës, duhet ndalosh menjëherë dhe duhet telefonosh mekanikun. Nëse çeku është i ndezur dhe thjesht makina punon mirë pa asnjë lloj problemi, atëherë duhet vazhdosh i qetë rrugën derisa të mbrish tek mekaniku, por mos e lër çekun e ndezur. Ndërsa ti që po shikon këtë video, atë është ndezur çeku i motorit të makinës apo e ke bler makinën me çek të ndezur? Nëse po, atëherë shkruaj eksperiencën tënde në koment. Mos harro të bësh subscribe, të bësh like, të lësh një koment, por pse jo të aktivizosh edhe zilen, pasi në videon e radhës do t'ju flas për një nga makinat që shqiptarët e urrejnë masivisht, por është një nga makinat më të mira që ju ndoshta nuk e dini. Shihemi në videon e radhës.